Përshëndetje, miq, sot është një temë në lidhje nëse ju nuk kujdeseni 5 gjëra do të ndodhin ose po ndodhin me ju. Do të ndaj në 2 pjesë, pjesën e parë në lidhje me 5 gjërat dhe pjesën e dytë disa praktika, ndërkohë edhe para se të filloj dua të tregoj që sot është planeti Pluto, për të cilën në këtë shekull është tashmë në shenjën e Ujorit dhe për 20 vjet me radhë na sjell ndryshime në lidhje me vdekjen, jo fizik, por çdo gjë që nuk na shërben, nga pavetëdia, nga hijet e arresës, se nga kemi ardhur, dhe ndërkohë edhe në lidhje me sekretet tona gjatë eksperiencës së jetës tonë, si qenie njerëzore të një anshëm, për arsye se kemi jetuar në rolin viktim, duke vepruar me një anshmëri vetëm me mendjen, e cila është mekanizëm që na ndihmon në trupin ton, pra komplet si jemi, për të komunikuar, por në fakt ne kemi këtë shpirt, këtë zemër, që është me të vërtet mençuria e jetës tonë. Këtu është misioni dhe drejtimi i jetës për të gjithë, sepse ne kemi vlerë, ne jemi që të gjithë unik, dhe brenda familjes ne jemi unik, dhe që të gjithë ne kemi vlerë për ta jetuar jetën me dëshirat dhe ëndrat tona ashtu si dikur fëmijë, por këtë mrekulli ne në mënyrë të pavetëdijshme ne e humbëm, dhe sidomos nga ajo që unë do të shpjegoj në vazhdim të kësaj video. Mësoni që planeti Pluto na fton që të gjithëve ne dhe është në kthim deri në tetor, pra në 15 tetor është në shenjën po të Ujorit. Ujori është inovator, është me moton jeto dhe të jetojmë, dhe liri, barazi, vllazëri, pse jo? Është një mrekulli që ne të lidhemi me njëri tjetrin dhe të jetojmë ashtu si fëmijë dikur që ne luanim, pavarësisht se edhe ka pas zënje, sepse ne jemi që të gjithë, pra me vlerë që të gjithë të ndryshëm, por që në vetvete përsëri ne ishim fëmijë dhe kjo është që kërkohet që të gjithë, që edhe në planeti Pluto na fton për vetë reflektim dhe vetë analizë, që të gjithë ju që jeni lidhur me shpirtin, ju jeni bërë të vetëdjesuar për bindjet tuaja. Dhe kujdes, se bindjet kanë bëjnë me besimet kufizuese. Në këtë rast unë do të shpjegoj, a keni turp akoma? A jeni duke ju përshtatur se çfarë të tjerët tonë? A jeni duke vazhduar, duke mbajtur në që je pamjaftueshme e të tjera, apo e padobishme, apo nuk beson në veten tuaj? Gjithsesi, ju që jeni lidhur me shpirtin, ju i dini këto bindje, sepse ju e kuptoni që ju vijnë nga ego, pra cila kërkon që mbaj akoma, të mbaj atë që ne kemi krijuar, pra në mënyrë të pavetëdijshme për të qenë i miratuar apo dhe t'i përshtatemi shoqërisë, ndërkohë që këto gjëra tashmë kanë marrë fund me kohë dhe aq më shumë për ne që jemi zgjuar. Gjithçka që ju të arrini është që ju nuk keni pse e lini mendjen tuaj, sepse ne kemi bërë një punë të mrekullueshme me shpirtin, por mos harroni se ne nuk jemi se jemi ndryshe nga të tjerët, por ne jemi tani të lidhur me shpirtin dhe do të jemi të kujdesshëm për të vazhduar, për të qenë të vëmendshëm se çfarë ju sjell mendja juaj. Pra dhe në këtë rast biseda që mund të bëhet nga një, le të themi për shembull që unë ta kisha bërë ndryshe këtë gjë, ose nëse unë do të bëj këtë gjë, ndoshta zhgënjej partnerin apo fëmijët e mi e tjera. Pra të kësaj natyre janë bisedat që i bën pra egua jon, që kërkon t'ju ruaj, t'ju mbaj akoma në atë, se janë gjëra të fiksuara, janë të ngulitura, dhe këto duan kohë, por ne me shpirtin dhe në këtë rast dhe planeti Pluto na ndihmon që çfarëdo lloj bindje që ne na pengon dhe na mban mbrapa të vazhdojmë
transformojmë dhe një nga gjërat që të arrini është pyetja për të gjithë ju. Cili është hapi juaj i drejt që të arrini në lirin tuaj dhe në individualitetin tuaj? Çfarë rrugë, kush është ajo që ju vjen nga zemra juaj? Pyetini zemrën çfarë kërkon dhe t'jeni të sigurt që ju do të ndihmojeni. Një mantër që do t'ju ndihmoj akoma më shumë, nëse ju jeni gati dhe sigurisht ju jeni gati nëse ju ndiqni këtë video, është sot festoj lirin time që është e drejta e lindjes time dhe të ndjek rritjen time shpirtërore. Tani le të filloj me pjesën e parë të videos. Mësoni që të gjithë ju që të shënim që jeni lidhur me shpirtin tuaj, ju ndoshta e keni kuptuar sekretin e universit. Dhe jo vetëm ju që jeni lidhur me shpirtin tuaj, por dhe ju që jeni dhe vazhdoni, pra jeni në rrugëtimin e dëgjimit edhe të lidhjes me shpirtin tuaj, me veten tuaj të vërtet, është që do të kuptoni që sekreti i universit është energji, pra ne jemi energji, është që ne jemi frekuencë, ne jemi me frekuencë të lartë, se jemi qenie njerëzore që ne komunikojmë, dhe ne jemi ndjeshmëri. Që të treja këto i kemi në këtë trup që mban informacionin ton, pra që mban energjin dhe mban mençurinë ton. Pra ky është sekreti i universit. Mësoni që nga ana e qenies njerëzore, ne jemi me 4 drejtime dhe ashtu si drejtimet themelore të botës janë qëndrueshmëri, besueshmëri, stabilitet dhe strukturë, jemi dhe ne. Dhe si drejtimi i jetës tonë, që të gjithë jemi këtu në këtë jetë për të vazhduar në një drejtim, dhe në këtë rast që të gjithë ne do të lidhemi me nyjen veriore. Ne jetojmë me tokë, por ne jemi të lidhur dhe me qiellin. Pra në fundit ne jemi në 2 këmbët tona të lidhur me kokën dhe me këmbët tona në tokë. Tjetër të kuptoni që pasuria arrihet me fitimin nëpërmjet vlerës tonë. Pra është që të gjithë, dhe kur flas për pasuri, nuk do të thotë vetëm nga ana e materjes. Është e vërtetë që një nga këto në lidhje me botën e paras është energji, por ajo që është e mrekullueshme është ku ne pasurinë e fitojmë me vlerën tonë. Tjetër është që ne vazhdojmë të përmbushim dëshirën fisnike të zemrës tonë. Pra atë që ne kemi dëshirë, atë që ne kemi vlerë, dhe në këtë rast e përmbushim këtë, se kjo është bukuria e jetës, ne kemi ardhur për ta jetuar jetën dhe jo ta mbijetojmë. Pra të përmbushim dëshirat për atë që, dhe në këtë rast fisnike, të lidhur me zemrën tonë, hynore me dashurinë, pa kushte, pra jo me dashurinë e nevojë, dhe e fundit është që ne arrim në liri, ne arrim në çlirim, ne arrim në ndriçim, që do të thotë ne i kemi që të gjithë këto mrekulli vetëm atyre ku ne lidhemi dhe kuptojmë veten tonë, kush ne jemi në të vërtetë. Dhe kjo është drejtimi i bukurisë të qëllimit të jetës në këtë tokë pjellore që ekziston çdo gjë për mua dhe për ju. Le të fillojmë me pjesën e parë. Pjesën e parë, 5 gjëra që ju do të kaloni ose i keni kaluar, dhe në këtë rast le të fillojmë. E para është që ne që të gjithë të kuptojmë që edhe pse zemërimi, edhe pse shqetësimi në lidhje me kritikën që mund të na bëj dikush ndjehet e vështirë, nuk mund të gënjej për këtë. Përsëri, në momentin që ne i dorëzohemi shpirtit, pra vëmë qëllim që unë do të ndjek shpirtin, sepse shpirti na do më shumë, çfarë ndodh? Ne do të arrim në dashurinë e vetes tonë, ne do të arrim të lidhemi me veten tonë.
Tjetër është sa më shumë ne vazhdojmë, pra ku na drejton shpirti, aq më shumë ne e njohim veten tonë dhe ne arrim të lidhemi me atë që na kënaq dhe na drejton shpirti, sikurse është në momentin që ne vazhdojmë këtë rrugëtim të shpirtit, ne arrim që të gjithë në liri, në stabilitet, në paqe dhe në autentitetin ton. Pra e gjitha kjo arrihet vetëm në momentin që ne shkëputemi nga ideja se çfarë të tjerët mendojnë për ne. E para është ne kuptojmë që liria për të qenë vetvetja. Pra shpirti kërkon që ne të jemi të lirë dhe të jemi vetvetja. Ne duke qenë se zgjohemi në mëngjes, pra kemi ndjekur shpirtin, zgjohemi në mëngjes, ne fillojmë, ne falenderojmë që ne marrim frymë, falenderojmë për lindjen e diellit, apo e shihni apo nuk e shihni, nuk ka rëndësi, është që ekziston lindja, pra kemi ditën, kemi natën, dhe ndërkohë ne falenderojmë për gjithçka që kemi në lidhje me shtëpinë, në lidhje me pjesëtarët e familjes, të shtëpisë apo familjen tonë edhe më gjarë. Ndërkohë është e gjitha që ne kuptojmë është që kjo na vjen që ne kemi zërin e brendshëm të shpirtit tonë, që ne nuk përshtatemi më dhe nuk na ndikon se çfarë të tjerët mendojnë. Dhe gjitha është ne fillojmë që për shembull, ne do të punojmë, se që të gjithë punojmë, a punoni për të tjerët, a punoni për veten tuaj, ne arrim të bëjmë gjërat për atë që ne me të vërtet kemi vlerë. Dhe në këtë rast çfarë ndodh, ne shkojmë në dollap, hapim dollapin dhe marrim dhe veshim atë që ne ndjehemi, na bën ne që të ndjehemi rehat, dhe është që ne nuk vishemi për të tjerët dhe as të dukemi për dikë tjetër. Këtë ne nuk e bëjmë. Pse? Sepse ne e kuptojmë që shpirti na drejton dhe ne kënaqemi me atë që me të vërtet ne na përmbush jetën tonë. Pra ne kemi një mendje të qartë e cila nuk flet më pra për gjykimin. Pse? Sepse ne jemi dorësuar shpirtit. Dhe shpirti është që jeton në momentin tani, ne kënaqemi me atë që bëjmë tani, bëjmë sot dhe kjo sot na çon nesër, dhe kjo është që ne kemi një mendje që nuk flet se si për shembull kur shkoj në punë se çfarë thonë të tjerët për veshjen time, apo një veshje që mund të keni feste të tjera, pra ne e shohim dhe vishemi sipas asaj që ne jemi unik dhe ne kënaqemi dhe jo çfarë pret shoqëria apo strukturat e botës së jashtme. Mësoni që e gjitha kjo që ne nuk ndikohemi, pra nuk reagojmë, nuk shqetësohemi se çfarë të tjerët mendojnë në këtë rast për veshjen, është që ne e kuptojmë që kjo mrekulli vjen për arsye sepse ne kemi ushqyer shpirtin ton me atë që na kënaq ne. Dhe si ta kuptoni është një lloj si uji është që ne e pim sepse na shuan etjen në shpirtin ton. Pra kështu është dhe ne që ushqejm veten ton. Ne pim ujin e pusit në brendësi të vetes ton. Pra ne lidhemi me këtë shpirt që e kishim të mohuar në rolin viktim. Mësoni që e gjitha kjo ne në arrin duke qenë liri në veten ton, në arrin në vetbesim, në arrin në vetkonfidencë, në vetshprehje, dhe mbi të gjitha në vetë dashurinë. Mësoni që pyetja mund bëhet, po pse është e rëndësishme liria? Mësoni një gjë, askujt nuk i preket liria. Jeni ju që zgjidhni, edhe nëse dëgjoni Dianën, se çfarë Diana thot, jeni ju që zgjidhni nëse kërkoni të ndiqni rrugën e shpirtit tuaj, të dorëzojeni shpirtin tuaj, apo të ndiqni dhe të vazhdoni se çfarë të tjerët presin nga ju, apo kërkoni miratimin nga të tjerët. Mësoni që në momentin që ju jeni të lirë, dhe në këtë rast jemi të ftuar që të gjithë në këtë shekull që ne do të lidhemi me veten tonë, dhe kjo është afati kohor, është më i rëndësishëm dhe më
madhështori, sepse që të gjithë ne do të lidhemi me veten tonë. Kjo tashmë ka filluar dhe bota po ndriçon në njërin krah janë frekuencat e larta të dashurisë, pra të dritës së mençurisë së vërtetë të jetës, të bollokut, sepse ky univers ka bollok për të gjithë ne. Në anën tjetër janë pjesa që rrinë në zonën e realisë dhe kjo i bën dhe i mundon. Por ju, prandaj është liria, në momentin që ju jeni të lirë, ju ndihmojeni, sepse ne jemi ndihmuar gjithë jetës tonë pavarësisht se që kemi kaluar, dhe kjo është ne fillojmë të pastrohemi, të çlirojmë dhe të ndriçohemi duke ndjekur hap pas hapi rrugën e zbulimit të vetes tonë, ndryshe zgjimi shpirtëror. Tjetër është që gjatë kohës rrugëtimit të shpirtit ne nuk pretendojmë dhe as gjykojmë, as kritikojmë dhe as pretendojmë që të bëhemi dikushi në asnjë mënyrë. Ne jemi kush ne jemi komplet, vetëm se ne hymë në brendësi dhe ne fillojmë të bëjmë gjërat që na kënaq shpirti jon, sepse kjo është liria. Pra në momentin që ne pranojmë lirinë tonë, duke lënë se çfarë mendojnë të tjerët, qoftë familja, qoftë shtëpia juaj, qoftë shoqëria, kudo, ne nuk do të arrim në dikushi, në asnjë mënyrë. Këtë dikushi ne e kuptuam pra gjatë procesit të shpirtit që pjesa që arrin akoma në zonë të ratisë është që arrin në raskapitje të energjisë ashtu sikurse edhe ne. Por ne me lirin tonë ne e kuptojmë që energjia jonë fillon e rritet, pra koeficienti i dritës në trupin tonë, sepse ne jemi energji, ne jemi alkimist. Mendoni, ne kemi qenë fëmijë, ku jemi sot? E gjitha është nëpërmjet energjisë. Pra çdo gjë dhe e kemi në brendësi të këtij trupi fizik që ju shikoni me kocka me mish, por që në të vërtetë jemi me mendje dhe me shpirtin. Mrekullia e lirisë është që ne fillojmë pra të bëhemi kush ne jemi në të vërtetë. Ajo që na pengonte, që ne arrim kuptojmë që ne nuk jemi dikushi dhe nuk do bëhemi dikushi, është që ne kuptojmë që e vetmja gjë që na pengonte ne ishte imazhi psikologjik, i mendimeve të pavetëdijshme që ne kishim marrë në jetën tonë për të bërë gjërat sipas asaj që pritshmërisë apo miratimit nga bota jashtme. Dhe ajo që ne arrim me lirin, pra që jemi të lirë, është që ne nuk është se do të bëhemi ose do të paraqitemi ose do të arrim për të pëlqyer nga të tjerët. Në asnjë mënyrë ne do të arrim në vlerën tonë unike dhe ne do të jetojmë atë sipas shpirtit tonë, dhe kjo është që ne arrim dhe bëjmë gjërat me fuqinë tonë unike, me atë kush unë jam në të vërtetë. Dhe kjo është bukuria e lirisë së jetës, për të zgjedhur në lirin me të vërtetë, për të qenë vetvetja jonë, kush ne jemi në të vërtetë. E dyta është që ne do të kalojmë, do të kemi sa më pak ose as pak ankth dhe stres. Që të gjithë jemi unik, por të kuptoni që kjo ka të bëjë me këtë ankthi, ndryshon nga frika. Frika nuk është se e kemi çdo moment të jetës, të ditës së jetës, jo jetën e ditës e kalojnë njerëzit që janë në zonë të ratisë, sepse nuk din si ta kalojnë, nuk kanë një drejtim të jetës, sepse nuk është vetja e tyre, pra nuk janë në lirin me veten e tyre, por janë me pritshmërinë e të tjerëve. Ndërsa ne që jemi duke vazhduar rrugëtimin e shpirtit, ne do të arrim që nuk kemi më pak ankth. Dhe ankthi është që njihet që ka të bëjë me nuk je qetë, je nervoz. Pra po thuaj se çdo ditë me këto energji të ulta, që janë me të vërtetë që përvolojnë shpirtin, si ankthi, si frika, për arsye sepse këto gjëra kalohen, pra i mbajnë pak a shumë në mënyrë të pavetëdijshme gjatë të vazhdimit të
jetës tonë. Mësoni që këto janë pengesa me të vërtet për të arritur dëshirat të ëndra tona në çdo lloj marrëdhënie të jetës, dhe ajo që ne kuptojmë kur lidhemi me shpirtin është që ne nuk jemi të lidhur më me epidemin mendore, dhe ju e shikoni që në këtë kohë është një epidemi mendore ku një pjesë janë turrur që të përfitojnë për veten e tyre, po punojnë për veten e tyre, por përsëri janë të angazhuar në botën e përfitimeve personale, pra akoma në kuptimin asaj duke i dhënë botës pra të përfitimeve, dhe në këtë rast nuk është se japin atë që kanë vlerë, pra me vetmojim për të krijuar bukurinë e botës. Megjithatë, askujt nuk i preket liria, le të vazhdojnë sa të duan, por shkoa tjetër e jona, e ju që jeni në këtë rrugëtim, në këtë komunitet zimit tonë shpirtëror, pra komunitetin shpirtëror për të lidhur me shpirtin, është ne e kuptojmë që ideja për të pranuar nga të tjerët, pra të jemi të pranishëm, apo për të marrë miratimin nga standardet e botës së jashtme, për ne kjo është shpirti na i lëviz, sepse shpirti, sa më shumë ne lidhemi me shpirti na tregon, pra që rrim me qetësinë tonë, ne qetësojmë mendjen dhe ne i lëm të kalojnë këto siret, dhe siret kalojnë. Asgjë nuk është e përhershme, çdo gjë ndryshon. Pra ajo që ne vuanim dhe që një pjesë vuajnë është sepse rrim me mendjen, dhe mendja i fikson. Por kjo nuk është e vërtet, për arsye sepse universi drejton energjinë dhe energjia lëviz, dhe ne jemi energji. Si ishim, ku jemi, qoftë dhe me zimin e shpirtit, kur fillojmë si ishim dhe ku shkojmë. Pra çdo gjë ndryshon. Mësoni që ajo që na mëson shpirti është që mendja jonë është hipnotizuar dhe është një rrjet kompjuteri, interneti, për të cilën kur ne veprojmë me mendjen është që sa më shumë ne pyetje të bëjmë, pyetje të ndryshme, aq më shumë do të marrim përgjigje. Pra është ajo që nuk bëra mirë, ndoshta ishte mirë të kisha bërë këtë, ndoshta po të mos kisha folur nuk do të kishte eskaluar pra situata, po çfarë ndodhi, ndoshta nuk do t'isha zënë me këtë, ndoshta po të kisha qenë i sigurt ose në fuqinë time, ndoshta doja kisha mbyllur gojen e të tjera. Pra bisedat që ne bëjmë në mënyrë të pavetëdijshme, të mbi ngarkuar në kokën tonë. Mësoni që të gjithë ne është që në momentin që ne shkputemi se çfarë të tjerët thojnë, por edhe bisedat, sepse nuk janë, kokën tonë nuk janë vetëm bisedat që kemi krijuar vetë edhe ne, se i kemi krijuar, po janë dhe bisedat të huazuara, dhe në këtë rast është që të kuptoni që kjo është na bën që ne të kemi një mentalitet të mbi ngarkuar në kokën tonë, që nuk na lë të realizojmë ëndrat dhe dëshirat tona. Çfarë ndodh me shpirtin? Kur ne vazhdojmë shpirtin, ne shkëputemi nga këto modele. Pra ne arrim t'i lëmë gjërat në kohën që ne lidhemi me shpirtin tonë. Shpirti na lidh me momentin tani të qetë, në paqe, dhe çfarëdo lloj që na vjen, ne e lëm të shkojnë si ret. Pra edhe qielli aty është, edhe nëse ka re të bardha apo të zeza apo të përzera, çdo që të jetë, përsëri qielli do është aty, do të dali erë blu, erë i mbuluar, por edhe kështu është edhe me mendimet tona. Kur ne lidhemi me shpirtin, ne i lëm të kalojnë si ret. Pra mendoni që ky trup multidimensionar, ky shpirt është oqean ose është qielli, dhe truri për të cilën ne bëjmë bashkë bisedime, bla bla bla, është thjesht si punë e reve që e dalin aty këtu, ose edhe nëse e mbulojnë qiellin, përsëri do të shkojnë, sepse ne ndjekim shpirtin ton. Pra ne duke qenë se ne i ndryshojmë këto modele, pra nuk i japim bisedë trurit sepse i qetësojmë, ne fillojmë që atë që na sjell shpirti të japim zgjidhje situatës, pa frikë, sepse frikën e ka iluzioni i mendjes, dhe kjo na sjell që ne të kuptojmë që gjithçka që ne jetonim në jetën e parë, ashtu sikurse edhe një pjesë që jetojnë akoma, se i kemi përreth, është
truri, pra mendja, mendimet janë që na kanë penguar për të arritur dëshirat tona. Tjetër çfarë arrim kur ne fillojmë zgjedhim pra të çlirojmë nga ankthi dhe stresi. Ne arrim që ti transformojmë këto. Dhe këto ishin energji që na përbëlonin shpirtin, por me shpirtin ton, duke u lidhur me shpirtin ton, ne e kuptojmë që këto energji ne i transformojmë dhe ne jemi në një energji jo vetëm të mrekullueshme me emocione dhe fizikisht me një energji të lartë për të cilën është që na bën që ne të lidhemi akoma më shumë me të vërtetën e vetes tonë. Dhe kjo e vërtetë e vetes tonë arrin sepse ne përdorim intuitën, jo vetëm të çfarë zemra jonë na kërkon dhe na drejton, por edhe në lidhje me zorët tona, sepse që të dyja si në zorët e barkut, si zemra jonë na lidh me bukurinë e jetës, sepse trupi jon ka informacionin, ka energjin, ka edhe mençurinë. Kjo është që ne përdorim pra intuitën e shpirtit tonë që rritet dhe kemi një intuitë lartë që se kemi pasur asë më përpara, dhe gjitha bëhet sepse shpirti nuk gjykon, shpirti nuk kritikon se çfarë ne kemi kaluar, shpirti jeton me momentin tani në këtë moment, dhe atë që ne bëjmë që na kënaq është që ne e bëjmë edhe pse na sjell dhe emocione për të cilat ne çlirohemi se transformohemi, pra veçërimi jonë është i vazhdueshëm, dhe sa herë që shpirti na sjell diçka, ne dim sepse ne nuk gjykojmë dhe ne nuk kritikojmë. E gjitha kjo bën që ne të lirohemi nga ankthi dhe nga stresi, për arsye se ne shkëputemi nga gjykimi, nga besimi kufizues të gjykimit se çfarë të tjerët thonë. Pra ne nuk duam t'ja dimë më se çfarë të tjerët thonë, ne vazhdojmë rrugën tonë, ne ndjekim ku shpirti na drejton, dhe mbi të gjitha të kuptoni që ne e kuptojmë kur dëgjojmë zemrën tonë. Zemra jonë nuk, në qoftë se ju kujtoni dikë, zemra nuk ju sjell pra gjykim apo kritik se ju kujtua dikë apo situat apo çfarë do lloj. Pra nuk zemra nuk reagon në këtë. Mësoni që ne në momentin që ne lëm këtë besim se çfarë të tjerët tonë, ne arrim në fuqinë tonë. Kjo fuqi e cila bën që ne e arrim sepse ne shkëpusim bisedat që bënim, sidomos kur ne u zgjuam, ne nuk e dinim që ishim zgjuar, dhe ne kërkonim të bëheshim dhe njerëz si ishim, gjë për të cilën nuk ndodh sepse ne ishim lidhur me shpirtin, dhe shpirti na drejton, dhe në këtë rast dhe mendja dhe shpirti janë të shkatëruar, pra ne ndryshuam energjinë sepse po ecim, planuam që ne nuk na përshtaten më se çfarë të tjerët mendojnë, qoftë dhe brenda në shtëpinë tuaj, pra në shtëpinë tuaj, me partner, apo me familjen, apo me shoqërinë e tjera, kudo në çdo aspekt të jetës, dhe kjo është ne nuk veprojmë nëpërmjet kokës, sepse ne i qetësojmë, por ne ndjejmë shpirtin. Kjo na sjell në relaksim. Sa më shumë ne i lëm bisedat nga ana e asaj që ishim mësuar nëpërmjet kokës tonë, aq më shumë ne arrim në paqen, aq më shumë ne arrim në kënaqësinë, ku shpirti na drejton dhe ne lidhemi edhe më tepër me veten tonë. Dhe kjo si rezultat, duke kënaqur se ku na drejton shpirti, ne do të arrim në identitetin ton, e cila është me të vërtetë që në momentin që ne lidhemi me identitetin ton, ne jemi të shkëputur nga ankthi, nga stresi, pra nga këto fuqi vampirse të shpirtit ton, për të cilën pjesa dërmuese që arrin në zonën e eratis, nuk e arrin ta kuptojnë që këto janë stresore, janë me të vërtetë të dëmshme për shpirtin ton, ndërsa ne i kemi arritur, këto i kemi transformuar dhe ne jemi në emocionet mençura, në emocionet dashurisë pa kushte, në emocionet të mirësisë, në emocionet në harmoni, në ekuilibër. Ndërkohë ne kemi arritur një ndjeshmëri të lartë dhe ne e kuptojmë që njerëzit, pra që kemi përreth,
pra kanë anktin edhe frikën për gjërat të panevojshme, por ne e kuptojmë që sa më shumë ne lidhemi me shpirtin, ne nuk kemi këto gjëra dhe ne ndjekim rritjen tonë shpirtërore, sepse ne arrim në identitetin tonë, në vlerën tonë, dhe kjo na bën që ne të vazhdojmë rrugëtimin e zhvillimit të shpirtit, sepse shpirti për sa kohë jeton kërkon rritje, zhvillim. Tjetër e treta, ne nuk i kënaqim të tjerat. Në momentin që ne shkëputemi se çfarë të tjerët thonë, fillon procesi i transformimit. Pra është një mrekulli, sepse në momentin që ne shkëputemi nga pritshmëria apo se çfarë apo që kërkonim të miratojshim nga të tjerët, ne e kuptojmë që ne transformojmë çdo lloj, pra shpirti çfarë na sjell, ne i transformojmë, ne ndihmohemi. Dhe kjo është ne arrim nga pra lëvizim me energjin, nga ajo që ne ishim të detyruar për të bërë gjërat, pra në çdo aspekt të jetës, ne arrim që ne i bëjmë gjërat me dëshirë, me vërtetësi, sepse ne arrim, shpirti kërkon vërtetësinë dhe vetëm vërtetësinë, pra jo të jetojmë me dy fytyra, ndryshe brenda, ndryshe jashtë. Pra kjo ndodh sepse në momentin që ne transformojmë këto energji, ne arrim në veten tonë unike. Pra ne i bëjmë gjërat tani, jo se si duan të tjerët, jo se si presin të tjerët, jo pse të miratohemi nga të tjerët, por ne i bëjmë gjërat me unin tonë, me atë që ne kemi vlerë vetë, dhe kjo është që shënim kujdes. Ne vërtet që bëjmë gjërat që jemi me unin tonë, por kjo nuk do të thotë që ne nuk jemi të kujdesëm për rreth, pra në shtëpinë tonë, në familjen tonë, apo për rreth në njerëzit, kjo nuk do të thotë që ne nuk jemi të kujdesëm, por kjo ka të bëjë që tregon që ne kemi arritur me të vërtetën e vetes tonë, dhe ne veprojmë vetëm me të vërtetën, dhe me kufin kur është për të njohur, i themi jo, dhe kur është për të po, themi po. Pra ne jetojmë me vlerën tonë unike, me fuqinë unike ujnore, për të cilën e kemi që të gjithë këtë mrekulli. Ne jetojmë me vlerën tonë, me misionin e shpirtit dhe të drejtimit të jetës, sepse që të gjithë këtu jemi me këtë drejtim. Ndërkohë është duke vepruar në këtë mënyrë, është që ne arrim, pra duke u lidhur me veten tonë, ne arrim që të respektojmë veten, duke respektuar veten dhe duke ndjekur se çfarë shpirti jon na drejton, ne bëhemi prind të mrekullueshëm. Pra kjo është që ne kujdesemi, ne bëjmë gjërat që ne jemi unik. Por në këtë rast është ne kujdesemi si një prind i mirë, si një shoku mirë, si një antar i vlefshëm, i angazhuar në komunitetin tonë shpirtëror. Kjo për arsye sepse duke jetuar me unin tonë, me fuqinë tonë unike, kush ne jemi në të vërtet, ne i kemi, ne rrezatojmë energji, ne jemi të ndriçuar dhe ne shkëlqejmë dritën e vërtetësisë së mësimeve të universit të bollshëm, dhe kjo është rezultati që ne arrim. Ne kuptojmë se sa e mrekullueshme është që ne të lëmë këtë pritshmëri apo miratimin nga të tjerët, për të cilën na ka mbajtur në mënyrë të pavetëdijshme, na i ka fitur energjinë, na ka mbajtur të raskapitur, dhe kjo ishte që vinte si rezultati gjërave të parëndësishme. Pra dhe mbi të gjitha ne jemi jo vetëm që jemi dorëzuar shpirtit, jo vetëm që zgjodhëm lirin ton, por ne e ndjekim ku na drejton shpirti, dhe kjo është që ne i japim prioritet vlerës ton, pasionit ton, marrëdhënieve me veten, ashtu sikurse dhe me të tjerëve, ku baza themelore është dashuria hyjnore, që është themeli i qenies tonë, jo vetëm njerëzore, por dhe shpirtërore, sepse ne jemi të ardhur në këtë tokë jo vetëm me trupin fizik, me kocka dhe me mish, por me dy mekanizma: mendja që është energjia maskullore që ne veprojmë, dhe shpirti që është energjia femërore, që është krijuese, që është e dashur, që është me të vërtet e butë që të bëjmë gjërat për atë që ne kemi vlerë. Që të gjithë jemi unik, dhe që të gjithë jemi krijues
për të krijuar, për të nderuar veten dhe tokën më. Tjetër, ne arrim të vëmë dhe kufin, pra ne nuk jetojmë më. Ne, kjo të tregon, nuk është se ne jemi të pakujdesshëm për rreth vetes, ne kujdesemi, po ne i japim vlerë vetes tonë dhe ne vëmë kufin, duke thënë jo për atë që është jo dhe po për atë që është po. Pra me vërtetësi. Ndërkohë ne arrim dhe jemi më tepër se kur mirënjohës. Mirënjohja është kujtesa e zemrës. Kjo mirënjohje është që na plotson, na kthen plotësinë e jetës tonë. Kjo mirënjohje është që na kthen atë që ne kemi. Pra jo jemi me atë që ne kemi, por na i bën të mjaftueshëm dhe akoma dhe më shumë. Pra është që ne jemi dhe i marrim gjërat me lehtësi. Ndërkohë është që ne arrim që duke qenë mirënjohës, është që ndërkohë ajo që kishim mohuar, pra që nuk kishim mohuar shpirtin, sepse gjën që ne mohojmë na ikën nga jeta. Pra në këtë rast, në mënyrë të pavetëdijshëm ne kishim mohuar shpirtin, por çfarë ndodh? Shpirti është që ne pranojmë shpirtin ton. Pra në këtë rast ka të bëjë me atë që ne lidhemi me shpirtin, pra mohimi i shpirtit, në pohim ne lidhemi me shpirtin. Ndërkohë kaosi që ne kishim, ne arrim të ta kthejmë në qetësi, pra në rend, dhe në këtë rast ka të bëjë me trupin fizik, pra jo më me ankth, jo më me stres, jo më me frikë të tjera. Ndërkohë është që konfuzioni që ne na vinte ishte si rezultat dhe e kthejmë në qartësi, ishte si rezultat i ngarkesës nga ana mendore, për të cilën një pjesë e kishim të huazuar, që fëmijë që në barkë të nënës që i marrim shumë nga tradita, nga besimet kufizuese, nga vendi, nga gjinia, rasa, kultura e të tjera, apo edukimi. Ne arrim nga konfuzioni në qartësi dhe një pjesë tjetër e kemi dhe nga sekretet tona gjatë rritjes tonë, por që me shpirtin çdo gjë arrihet. Pra kjo është sa më shumë mirënjohës të jemi ne dhe këtë e bën shpirti jon. Mirënjohja është ndjeshmëria dhe është një nga sekretet e universit, ashtu sikurse është frekuenca mendja, është dhe energjia shpirti jon. Pra që të gjithë të kuptoni që këto arrihen ku ne kemi, pra në këtë rast, sa më pak frikë dhe sa më pak, apo as pak stres apo frikë. Tjetër është, e katërta është që ne arrim edhe ne nuk ndryshojmë për të tjerat. Që do të thotë, ne jemi mësuar gjatë jetës tonë, pra gjatë jetës tonë, me idenë që ne t'i përshtatemi, pra të tjerve, dhe ndërkohë se kush ne duhet të jemi. Pra një pakic na bëri ne, kushdo që t'ishin që ne, kushdo në çdo prindrit, ata që ne kemi pat marrëdhënie mësues gjatë rritjes tonë, pra që edhe kush ne duhet të jemi. Pra jo vetëm që të bëjmë si duan të tjerët, po dhe kush ne duhet të jemi. Por këto energji, pra ky imazh që ishte krijuar nga ana pra ndryshe e quaj dhe të imazhit psikologjik, të mendimeve të pa ose të nëndërgjegjes tonë, ose të pavetëdijes tonë në rolin viktim të afatit kohor, dhe një pjesë edhe nga mënyra e rritjes tonë gjatë fëmijërisë tonë, për të cilën na u mësua që ne të dukemi, pra si ne duhet të dukemi, të sillemi si ne duhet të sillemi, dhe ndërkohë të jemi më mirë se të tjerët, sepse kështu na kërkonte shoqëria, pra strukturat e jashtme, pra bota e jashtme. Ajo që ne kuptojmë, këto janë në kohën që ne lidhemi me shpirtin, dhe që shpirti universi na izolon, është që këto vinin nga, prandaj dhe ne izolohemi në procesin e shpirtit, nga media, nga familja, nga shoqëria, nga shoku, shoqja e të tjera, prandaj për një moment ne jemi të izoluar, me qëllim që të mos kemi këtë ngarkesë, por nga izolimi me paqe, me qetësi, ne kuptojmë që ajo në momentin që ne shkëputemi, pra njihemi me këto lloj
pra duke u shkëputur nga kjo lloj mbingarkese që ne kishim marrë nga, si që tregova, është që ne lidhemi me veten tonë. Dhe sa më shumë ne lidhemi me veten tonë, aq më shumë ne arrim të krijojmë identitetin tonë, kush ne jemi në të vërtetë. Mësoni që është e vërtet nga eksperienca jetës time, në momentin që unë pata ndryshim, pra u lidha me shpirtin, unë nuk e dija se çfarë po ndodh me mua. Dhe ku ne nuk e dim se çfarë po ndodh, ndoshta është që ndoshta po ndjehet që ne marrim çmimin më të vështirë të procesit, pra se ne ndjejmë dhimbje, dhe sidomos dhimbje nga ana e trupit fizik, por edhe i mbingarkesës mendore, sepse ne fillojmë të kontrollojmë pra çfarë po ndodh me ne, në moment që nuk e dim, sidomos kur nuk e dim që jemi të zgjuar, dhe i japim përgjigje duke bërë bashkëbisedime nga ana mendore. Dhe kjo është mbingarkesa për të cilën ne kishim marrë nga të tjerat. Por në momentin që ne me të vërtetë është vërtet që ne vuajtëm dhe ishte nga kontrolli, dhe çfarë ndodh kur ne nuk e dim që jemi të zgjuar, prandaj jeni këtu që po e dëgjoni që ne gjykojmë veten pra të që ndodhi, ose ishim të padenj, ose nuk besojmë në veten tonë, pra jemi të pafuqishëm e të tjera. Dhe këto janë që nuk është se i bën shpirti, këto është i bën që ne pa e ditur ne vazhdojmë të bëjmë bashkëbisedimet. Por ajo që kuptojmë gjatë procesit, ne arrim të kuptojmë që të gjitha këto që kishim mendërisht, pra ngarkesë mendorore, fizike të trupit, ashtu sikurse edhe dhimbje të shpirtit, ishin sepse ne po kuptojmë gjatë procesit të shpirtit që hijet, velo e arresës së përjardhjes tonë ishte krijuar artificialisht dhe të njëanshëm vetëm nga ana mendore, duke mohuar shpirtin tonë, dhe kjo është që ne bënim gjërat për t'ju përshtatur të tjerëve dhe për të marrë miratim nga të tjerat, që do të thotë dashuri në nevojë. Pra e gjitha kjo është që ne vuajtim në momentin që ne nuk e dinim që ishim në zimën e shpirtit, po përsëri ne jemi lidhur me shpirtin. Ne shpirti do na drejtojë se na do më shumë. Edhe pse vuajmë për një moment, në momentin që ne i dorëzojmë shpirtit dhe vëmë qëllim që unë do të ndjek dhe dua, sepse jetojmë, çfarë të dyert tona hapen, dhe kjo është ne fillojmë në transformim. Gjatë transformimit, pastrimit e energjive, të çlirimit e energjive, çfarë shpirti na sjell, sepse ne arrim, ne transformojmë gjërat, çfarë na pëlqen, çfarë nuk na pëlqen, çfarë është mirë, çfarë është jo mirë, dhe kjo është që ne nuk i përshtatemi, pra ne i nuk i përshtatemi më gjërat të tjerëve, por ne fillojmë dhe i zbulojmë këto gjëra në brendësi të vetes tonë. Sigurisht nga njëra anë kjo na sjell që ne është një proces i vështirë, nuk mund të gënjej, por që është më i vlefshmi, dhe nga ana tjetër është që ne do të arrijmë në liri, në dashuri pa kushte, në dëmshuri, në respekt, në mirënjohje, në mrekullinë e bukurisë së jetës, që jeta ecën me lehtësmëri, edhe pse në cep ka pengesa. Mësoni që ajo që ne arrim nga procesi i zbulimit të vetes tonë, pra i zimit të lidhjes me shpirtin tonë, është që ne kemi një energji, dhe jo vetëm energji, por ne kemi një frymëzim, ne kemi një intuit që nuk e kemi më parë, nuk e kemi patur më parë, dhe kjo është sa më shumë dhe ne vazhdojmë dhe ndjekim dhe atë që na djeg në zemrën tonë, ne lidhemi dhe me fuqit jashtëtoksore, pra që të gjithë e dini, me mençurinë e vërtetësisë, bukurisë së jetës, pra ne kuptojmë botën akoma më mirë me mençurinë e vërtetë, dhe jo vetëm botën, po dhe veten tonë, dhe rolin që ne kemi, drejtimin e jetës tonë, dhe kjo është që ne lidhemi me veten tonë dhe nuk ndikohemi më se çfarë të tjerat tonë. Ajo që ne arrim sa më shumë, ne arrim të jemi me veten tonë dhe jo se çfarë të tjerat nuk ndryshojmë për të tjerët, është ne nuk ndikohemi më nga bota e jashtme, edhe pse ne jetojmë në të njëjtën botë, sepse ne këtu jetojmë, përsëri ne e ndjejmë që jeta jonë është më e lehtë, është që ne nuk është se e pranojmë
pra që bota për rreth nesh tjetë perfekte, kjo nuk është për ne i pranojmë njerëzit si janë, pra ne nuk i ndryshojmë, është drejta e tyre të zgjedhin këtë duan për rreth nesh, ne i pranojmë si janë, dhe mbi të gjitha ajo që ne arrim me veten tonë është që ne krijojmë marrëdhënie të mrekullueshme me vete dhe me të tjerët, por gjithmonë me atë vlerën tonë dhe mbi të gjitha sa më shumë ne krijojmë këto marrëdhënie në harmoni, në ekuilibër edhe me të vërtet ne arrim në aftësinë tonë, në qetësinë tonë, në një rritje të lartë të intuitës dhe kjo është bukuria që ne kuptojmë që këtë mrekulli të jetës nuk e kemi jetuar ndonjëherë më parë. Sigurisht ne e kuptojmë që e kemi jetuar si dikur fëmijë. Mësoni që gjitha kjo vjen nga liria dhe kur ne jemi të liri, ne kemi frymëzim, ne krijojmë, ne bëjmë gjërat që na lumturojnë duke na drejtuar shpirti dhe asgjë nuk bëhet në bazë të frikës, sepse frika ishte iluzioni i mendjes dhe kjo është që e pengon dhe një pjesë të njerëzve që kemi ne përreth, për të cilën qëndrojnë në rolin viktim dhe vazhdojnë me atë se çfarë të tjerët tonë apo turp, ne nuk i kemi këto, pra ne nuk ndikohemi se çfarë të tjerët tonë, apo kemi turp, apo jemi të pamjaftueshëm. E fundit është ne mbështetemi për të krijuar lirinë në vetveten tonë, për atë që na kënaq, pra ne mbështetim në vetvete dhe ne krijojmë lumturinë. Mësoni që lumturia nuk ka mënyra. Ajo që ne lidhemi me shpirtin tonë dhe atë që ne bëjmë sot na çon nesër. Pra kjo që ne krijojmë lumturinë tonë. Një pjesë ashtu sikurse edhe ne e mësuam nga zimi i shpirtit, nga zbulimi jon që ku ne zgjedhim lumturinë me vende apo dhe me njerëz jashtë vlerës tonë, kjo na bën që emocionet tona qëndrojnë të pambrojtura për arsye sepse ne kemi dhënë lumturinë në xhepat e të tjerëve, pra në duart e të tjerëve. Mësoni që kjo është si ide. Në qoftë se ju keni një kopësht me lule dhe ju do të shkoni me pushime dhe ju jepni Chelsea ose kujdo, edhe çfarë ndodh. Në qoftë se ky kushdo që kujdeset në këtë rast për kopshin tuaj, është që mund të bëj sikur kujdeset. Mund t'i japi ujë luleve, por dhe mund t'i thaj. Pra çfarë do të thotë? Kjo është ku ne japim pra kujdesin tek të tjerët ose lumturinë tonë duke zgjedhur pra jashtë vlerës tonë. Tani me shpirtin tonë çfarë ndodh? Kur ne lidhemi me shpirtin tonë, është një lloj që kur ne që të gjithë ne kujdesemi në këtë rast për kopshtin. Çfarë bëjmë? Ne shohim lulet se kopshtin tonë e heqim bara tek qia, pastaj ne u isim apo e punojmë të tjera dhe lulet rriten. Kështu është dhe me shpirtin tonë. Pra ne do të hyjmë, do të lidhemi me veten tonë dhe shpirti çfarë na sjell në momentin prezent, sepse jeton tani, unë marr frym tani, unë në këtë moment po jetoj. Pra shpirti jeton me momentin prezent, ne arrim në vetbesim, në vetdashuri, në vetshprehje, në vetë komunikim, sepse ne ndjekim atë që shpirti na drejton. E mësoni që e gjitha është që ne kur arrim në lumturinë tonë, ne e kuptojmë që edhe pse në cep ka pengesa, sepse jeta është e paparashikueshme, ka ulje, ka ngritje, ne dim se si të përpunojmë këto, pra çdo ditë e jetës ne ulemi me veten tonë dhe ne jemi mirënjohës për atë që ne kaluam gjatë ditës, por edhe për ato që mund të kemi, pra pengesa, por ne dim se si ti kalojmë, pra nuk i lëm me emocionet që të bllokohen, përkundrazi ne i çlirojmë këto, i pastrojmë këto energji, sipas higjienës së shpirtit. Tjetër është që ne vazhdojmë të rrisim mirëqenien tonë pa u ndikuar, pra bëjmë atë që na drejton shpirti pa u ndikuar nga bota jashtme, edhe pse po jetojmë në një kohë krizash, apo rritje çmimesh e të tjera, apo humbje pune, apo nga lloj të ndryshme, ne përsëri me shpirtin e ndjejmë që mirëqenia jonë është e mrekullueshme ku ne shkëputemi nga bota jashtme. Tjetër pra nga faktorët e jashtëm. Tjetër është nuk është se ne kërkojmë botën për rreth nesh,
është jetë perfekte. Kjo nuk është, ne jemi që njerëzore, ne bëjmë gabime, por ne mësojmë kush është e mirë e marrim me vete, kush nuk është e mirë, pa gjykim, pa kritik, se shpirti nuk gjykon, e lëm të shkojë me mirësi, me dashuri. Ndërkohë është që ne vazhdojmë të jetojmë në këtë jetë, pra ne nuk ndikojmë se si reagojnë të tjerët, apo nuk shqetësohemi, apo nuk e lëm lumturinë se çfarë të tjerët tonë, përkundrazi ne vazhdojmë të jetojmë me atë që ne kemi vlerë dhe që na drejton shpirti jon. Kjo është që ne arrim në emocione të balancuara, në emocione ekuilibër dhe ndërkohë edhe të përqendruar, për të cilën krijojmë një trup fizik me mendje dhe me shpirt, që do të thotë ne hapim zemrën dhe për një pjesë nga ju jo vetëm që hapet zemra, po dhe lidhet zemra. Dhe kjo është bukuria që të gjithë të kujtoni që kjo nuk do të thotë që ne jetojmë me vlerën tonë unike, që ne nuk na vjen keq për emocionet apo çfarë njerëzit përreth nesh kalojnë. Kjo nuk ka të bëjë me këtë. Kjo është që ne kemi emocione në ekuilibër, pra mjeshtër, dhe nuk na prek lumturinë tonë. Pra na vjen keq, po kjo nuk prek lumturinë tonë. Dhe mbi të gjitha ne është që ne i lëm të tjerët të zgjedhin lirin e tyre. Pra ne nuk i ndryshojmë të tjerët, ashtu sikurse dhe ne nuk ndryshojmë për të tjerët. Mësoni që ne jemi që një njerëzore, pra dy njerëz, ne kemi shpirtin, ne kemi mendjen, dhe që të dyja këto janë në harmoni, që do të thotë kur këto janë në harmoni, është pra koka me zemrën, ose mendja me shpirtin, pra kështu jemi krijuar, është që ne pra ne ndjejmë dhe ne përmirësojmë njëri tjetrin, por kur nuk lëm që njëri, pra në këtë rast si ishim mësuar me parazimit, që vetëm mendja, pra me mendjen, ne të arrim të përmbushim vetmin ton, apo zbrasiren. Kjo nuk ndodh me ne. Dhe pjesa e dytë, disa praktika shpak, sepse unë kam shpjeguar shumë, por në këtë rast e para është që ne do të bëhemi të vetëdijshëm dhe do të lidhemi me veten tonë. Kjo ka të bëjë me atë që duke u lidhur me veten tonë të pranojmë çfarë është e mirë, çfarë nuk është e mirë, çfarë na pëlqen, çfarë nuk na pëlqen, çfarë është që na pengon për të ecur përpara, dhe ndërkohë vazhdojmë që të pranojmë çdo gjë me pa gjykim, pa kritik, sepse është jeta jonë, dhe të lidhemi me pasionin ton, të lidhemi edhe me atë frikën, pra edhe në këtë rast, është që sa më shumë ne lidhemi me veten ton, aq më shumë ne kuptojmë, pra në lidhje pse kishim frikë, kush është pasioni jonë, dhe është edhe në të vërtet për të realizuar dëshirat tona, dhe kjo vjen kur ne arrim në veten tonë. Pra ne do të lidhemi me vetëdijen për të njohur veten tonë. E dyta është praktik mirënjohje, që të gjithë duket e thjeshtë, që të thuash faleminderit apo të jesh mirënjohës, duket si ke e thjeshtë, por kjo është që na bën ne që ne të mos fokusohemi në gjërat që na mungon, por në gjërat që ne kemi nevojë në jetë, dhe nevoja e jetës është, ne kemi njerëzit, familjen tonë, fëmijët tanë, tjetër, njerëzit tanë, shtëpinë tonë, gjithçka që ekziston, pra nuk kemi pse të fiksohemi në mungesë, dhe këtë e bën sa më shumë mirënjohës të jemi. Tjetër është që sa më shumë ne të vlerësojmë për atë që kemi, aq më shumë ne bëhemi të kënaqur, dhe ne të kënaqemi dhe me gjëra të vogla, lindja e diellit, perëndimi i diellit, ne lexojmë libra, ne dëgjojmë muzikë, ku na drejton shpirti për të dëgjuar video, apo për të lidhur me natyrën e tjera, pra që të gjitha, apo një bisedë me shok, me shoqe të tjera, që të gjitha këto janë që ne i ndjekim me shpirtin. Dhe së fundi është që ne do të lëmë të shkojmë besimet kufizuese, ne do të lëmë atë se çfarë të tjerët mendojnë, se është turp, apo që jemi të pamjaftueshëm, të padobishëm. Ne do t'i lëmë këto, dhe ky është udhëtimi i shpirtit tonë, që edhe pse nuk është i lehtë, është i vështirë, përsëri është i vlefshëm për bukurinë e jetës tonë, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, që të lidhemi në harmoni mendje dhe shpirt, ose energjia maskullore me energjinë femërore. Dhe ndërkohë është
ne këto besime, me zhzimin e shpirtit, me procesin ton, me udhtimin ton, ne arrim t'i transformojmë pa gjykim, pa kritik, dhe kjo është që ne japim dashuri dhe ne lidhemi me veten ton, me fuqinë unike ujnore, kush ne jemi në të vërtet, ne lidhemi me shpirtin ton të plotësuar, që do të thotë ne kemi vlerën ton, ne kemi dëshirat tona, kemi ëndrat tona, ne krijojmë, ne investojmë energjinë ton në paqe, në harmoni, në dashuri. Ajo që ne arrim, ne bëjmë çdo ditë, sikur dita që ne jetojmë është gjithmonë pjesa tjetër e jetës së re të mrekullueshme. Pra ne atë që bëjmë sot na çon nesër, ne arrim në këtë udhëtim, ne fillojmë, ne arrim. E para është durimi, e dyta ne arrim në butësi, e treta ne arrim në paqe, e katra ne arrim në dashuri, e pesta ne arrim në gëzim, e gjashta ne arrim në mirësi, e shtata ne arrim në minjoje, e teta ne arrim në vetbesim, dhe e nënta ne arrim në vetë kovidec, në dy këmbët tona në tokë, si që një humane, me një shpirt hynor dhe me një mendje të qartë për të realizuar dhe për të krijuar me atë çfarë zemra jonë thret dhe që ka vlerë për të krijuar tokën e re, botën e re, ku të gjithë jetojmë në liri, barazi, vllazëri. Dhe kjo është motua e këtij 20 vjeçari edhe me planetin Pluto që sot fillon, është në këtim për 6 muaj, filloni veproni për atë që ju shpirti ju drejton, dhe t'jeni të sigurt që mbas 6 muaj që ju do të arrini në të çlirojeni nga gjërat që jeni bërë të vetëdijshëm dhe që ju pengojnë. Vetëm kjo mënyrë është që do të arrim në bukurinë e jetës tonë. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.